E bën edhe të drejtje ta kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Ke pati me një krim të dali vetë nga molla? We will not be held responsible. Behavior independence. Costing an excessive training this summer. Diku nga fillimi I dhjetorit, e mbaj mend ishte një natë si shumica e netëve të mia që nuk kisha gjumë dhe si rituali përhershëm vendosa të shikoja një dokumentar, ose më saktë të dëgjoja në sfond, duke u munduar që të më vinte në gjumë, por efekti në fakt ishte I kundërt. Dhe do dëshiroja ta ndaja këtë me juve në gjuhën shqipe, sepse vërtet mendoj që është një pasqyrë e pastër se si njerëzimi funksionon në shumë dimensione të jetës, jo vetëm në këtë temë të sotshme. Prandaj bëhuni gati për një nga historitë më hardcore, më të çmendura të njerëzimit. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe të ndani podcastin në miq tuaj dhe dëgjim të këndshëm. Mbyllë syt. Disa britma përshkojnë ajrin e kripur, ndërsa anija jote shndërrohet në një makinë luftarake. 3 varka të vogla zbresin në det, secila me 6 vela. Je gati në një gjuhëti. Duart e tua, të dirësitura, mbajnë me forcë harpunin. Një hije e madhe shpërthen nga valët, ngrihet mbi varkën dhe godet drejt saj. Por nuk je duke gjuajtur ushqim, por rrezikon jetën për një theksar të lëngshëm që vlen $200,000. Vaj balene, I mbyllur brenda kafshëve më të mëdha që kanë ekzistuar ndonjëherë në rrezullin toksor. Të themi të drejtën, askush nuk e di saktësisht si njerëzit mësuan të gjuanin balenat. Ndoshta njerëz të lashtë, njerëz të Bregdetit, hasën balena të ngujuara në plazh. Për ta, kjo ishte një thesar I rrallë, të mbushura plot me mish për të ngrënë dhe kocka për të krijuar mjete. Dhe mbase, duke refuzuar që t'ia lënë në dorë fatit se kur do të ishte balena e tjetër që do dilte në breg, ata vendosën të shkonin tek balenat, në det për të provuar vetë fatin e tyre. Në shekullin e 8, gjuetia e balenave bëhet komerciale. Rreth gjirit Biscay, baskët ndërtojnë kulla vrojtimi prej guri. Çdo moment, një formë e errët thyen sipërfaqen e ujit, zjarre sinjalizuese digjen dhe daullet bullojnë përgjatë bregut. Burrat hedhin varkat e vogla në val të armatosur me harpun të hedhur në dorë. Objektivi ishte balena e Atlantikut Veriut, një gjigant I butë, 18 metra dhe 90 tonë. I ngadalt që preferon ujin pranë bregut. Ndërsa shumica e balenave fundosen kur vdesin, këto balena qëndrojnë mbi ujë. Fiks balena perfekte për të gjuajtur. Goja e tyre masive përmban qindra pllakza balene, njësoj se si të prej keratine, plastika e asaj kohe, të formueshme për gjithçka, nga koshët tek pjesët e korsetëve dhe armëve. Mishi I shtrenjtë përbën 1/3 e peshës së balenës, ndërsa gjysma është I ndyrna. Kur nxehet, kjo yndyrn kthehet në vaj balene, një vegël shumë funksionale e industrisë së hershme. Lubrifikon makineritë, izolon anijet nga uji dhe ndihmon për sapun apo boboj. Por më e rëndësishmja, vaji I balenës digjet më ndritshëm dhe më pastër se çdo tjetër lëndë e disponueshme në atë kohë. Baskët e kthyen gjuetin në industritë e rafinuar, përmirësuan pajisjet, përsosën artin e përpunimit dhe mbushën Europën me produkte balene, ndërsa kombet e tjera I ndiqnin me xhelozi. Në shekullin e 17, anglezët dhe hollandezët ngritën flotat e tyre të gjuetisë, angazhuan konsulent bask dhe shpejt sekretet e gjuetisë u përhapën në fuqitë europiane dhe kolonitë e tyre. Zhvendosemi në kohë në Amerikën e kolonizuar. Jeta koloniale në Anglinë e Re ishte aq e ashpër sa dimrat e saj dhe toka e gurtë, por në Atlantik hije të mëdha rrëshqisnin përgjatë bregut, ndërsa balenat ndiqnin rrugën e tyre migratore. Kolonistët e dinin, bota e vjetër paguan shifra marramëndse për këto thesare të tilla. Gjuetia pranë bregut u bë skema e tyre e parë si të pasurohej shpejt. Një balenë e madhe sillte për çdo anëtar të ekuipazhit aq shumë para sa fitonte një punëtor I zakonshëm me punë të rëndomta për 6 muaj. Por ishte e paparashikueshme. Disa herë ekipi mund të vriste 100 balena, vitet e tjera kalojnë me muaj pa asnjë kapje.
Gjithsesi, gjuetia bëhet burim i vlefshëm tregtar. Londra rritet në një nga metropolet më të mëdha të botës. Në vitin 1740, 15.000 llampa rruge digjen me vaj balene koloniale. Nevojitet gjysma e një balene çdo natë për të kthyer rrugët e errta të Londrës në një det drite me bazë organike. Por ashtu si baskët mësuan shekuj më parë, balenat pranë bregut bëshin gjithnjë e më të pakta, ndërsa kërkesa sa vinte edhe rritej. Rreth kësaj kohe, një varg gjuetie u përplas larg bregut jashtë Nantucket, orë të tëra pa qartësie, deri kur ekuipazhi rrëzon një gjigant të ri, balena sperm, 18 metra, 45 ton. Në kokën e tyre, këto përbinça gjigant mbajnë pothuajse 2000 litra spermaceti, vaj me cilësinë më të lartë në planet, i ardhur si qumësht dhe aq i pastër sa digjet pa bërtym. Dhe kështu, balena sperm bëhet automatikisht shpërblimi suprem. Një e vetme mund të jap vaj që sot vlen rreth $200.000. Një pasuri tejet e madhe për vitet 1850 dhe 2 deri në 3 herë më e vlefshme se vaji i balenave të ujrave të cekta. Me një fuqi të vaj të balenave sperm mund të blije pak a shumë rreth 3 hektar tokë bujqësore. Por, një ekspeditë gjuetie kushton $30.000, 10 herë më shumë se sa një fermë mesatare. 1/3 e udhëtimeve humnin para dhe disa nuk theshin kurrë. Por të themi të vërtetën, goditja nga balenat e zemëruara ishte ajo çfarë i tremte më shumë marinarët se sa çdo lloj gjëje tjetër. Ania qëndron në ujë ndërsa ekuipazhi vën në punë varkat drejt gigantit. Plani është totalisht i çmendur. Afro aq sa ta prekësh, godite me harpun dhe shpresoj që balena mos ta marrë personalisht. Kjo balenë që ti po e sulmon duket e njohur për ty. Ti e njeh nga plagët dhe automatikisht ajo ju njeh juve. Harpuni ngulet thellë në lëkurën e saj. Balena kthehet në zemërim të pastër. Varga lëvizit ishte lidhur me një lokomotiv dhe spërkatjet verbuese të ujit vazhdojnë me orë e orë të tëra. Jo 1 orë, 2, 4. Mbas 8 orë, syt tuaj fillon të humbasin fokusin. Litarët që tërhiqen, godasin dhe lëvizin si të ishte gjallë. Disa nga ju bile mund të bien në ujë të tërhequr nga balena. Por ti personalisht, ti je i kujdesshëm. Ti je ende këtu, ende në varg. Balena po lodhet, e frenuar nga kurthi juaj lundrues i vdekjes. Tani vjen rasti. Më në fund ajo lodhet, ju afroheni më shumë. E shpojnë me disa herë në mushkëri ose në zemër. Gjaku fillon të derdhet dhe të rrësoj detin. Mbas një 15-20 goditjesh, më në fund e gjen shenjën. Mbas kësaj goditje, balena fillon të rrotullohet në një rreth që sa vjen e bëhet më i vogël dhe pellgu i gjakut arritet akoma dhe më shpejt. Çfarë ndodh tani? Tani e merrni trupin e këtij giganti dhe e afroni atë në anije. Ekuipazhi vendos zinxhir për ta siguruar. Anija kërcet ndërsa giganti i vdekur lëviz në valët e detit. Përpunimi zjat me ditë, janë 45 ton para të lëngshme. Lëkura e saj është e trashë dhe e fortë. Duhet ta prisni 20 cm thellë që ta arrini në çmimin tuaj. Copat e yndyrnës i priten si batanie, 2 metra të gjera, 2 metra të gjata, nga 1 ton secila. Këto copa ngarkohen në anije. Çdo anije është e pajisur me një furnaj. Me të ndezur zjarrin në tenxhere prej hekuri në kazan të mëdhenj, yndyra zjehet në vaj. Tymi trash shtollunga të mëdha dalin. Është vështirë të marrësh frymë. Shumë qëndrojnë larg për shkak të erës dhe përzierë të gjakut dhe yndyrës. Puna zjat me orë. Por mbetjet që juve keni lënë tërheqin të tjerë grabitqar, si për shembull peshkaqen. Burrat që punojnë edhe rrshjasin në anije. Digjen, thyen kockat, por ti prap qëndron i bindur dhe shpreson që të kthehesh në shtëpi me pasuri, edhe pse shanset janë të pakta. Kur mbaron, kjo anije kthehet me 10 fuqi vaj më të mirë. Në vitet 1850 gjuetia e balenave bëhet industria e pestë më e madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 700 anije, 70.000 të punësuar. Një vit, 8.000 balena, 360.000 fuqi vaj, afro gjysmë miliard dollar sot. Udhëtimet zgjasin muaj, vite. Ekuipazhet punojnë për pjesë, jo për rroga. Blejnë furnizime të shtrenjta me kredi, shumë kthehen në borxhli, disa ngrihen në hierarki, por jo të gjithë, të paktit. Parat reale rrjedhin lart tek pronarët e anijeve. Fshatrat e peshkimit bëhen qendra tregtare globale. New Belford bëhet një nga qytetet më të pasura për shembull. Mbase duket si punë e padrejtë.
sepse një pjesë e mirë e punës së vështirë bëhet në fakt nga indigjenët dhe mbase duket e padrejtë kur ju vë bëni të punën më të vështirë dhe të huajt në këtë rast janë ata që pasurohen. Por komunitetet tuaja indigjene varen nga mallrat angleze. Kjo është puna më e vështirë dhe më e keq paguar për grupet e ngjyrës. Dhe ky model pasurie dhe varësie vazhdon për një kohë të gjatë. Jetët e balenave janë jashtëzakonisht të rëndësishme për fuqinë industriale amerikane. Në 1859, shpikja e pompave me avull ndryshon gjithçka. Kerozina bëhet e lirë. Nantucket, për shembull, shikon anijen e fundit në vitin 1870. Epoka e lundrimit përfundon. Epoka e motorëve fillon. Në shekullin 18-19, 300.000 balena sperm vriten. Por disi vaji i balenes mbetet akoma i kërkuar për makineritë. Norvegjezët përdorin punë më të lirë për teknologji të reja. Stacionin Atlantik, harpunë me shpërthim, varka të shpejta që ndjekin dhe balenën blu. Shumica e balenave të ngordhura ngrihen me gaz. Para luftës parë botërore, vaji madje përdorej edhe për eksploziv. Pas luftës së dytë botërore, Japonia dhe Bashkimi Sovjetik i bashkohen kësaj nismi. Në 1964, 82.000 balena të vrara. Masakra më e madhe në historinë njerëzore. Dhe normalisht që oqeani nuk e përballoi këtë sulm mekanik. Popullatat e balenave ranë me 90 deri në 98%. Në vitin 1975, aktivistët mjedisorë nxjerrin në pak të vërtetën. Fotot e harpunëve dhe njerëzve që merren me këtë lloj gjuetie shpërndahen. Kjo nxit një pamje për t'ju kundërvënë gjuetisë së balenave nga publiku. Me kalimin e kohës kërkohet që të shpëtohen balenat. Komisioni ndërkombëtar i balenave ndalon gjuetinë në vitin 1986. Vetëm Norvegjia, Islanda dhe Japonia nuk firmosin. Dhe kështu, 400 vjet gjueti industriale përfundojnë. Tani bota është ndryshe. Përkujtimi i saj mbetet i gjakosur dhe barbar. Por gjithashtu, ky barbarizëm ishte ai që ndryshoi shtëpi, lëvizi makineri, ndihmoi ndërtimin e modernitetit. Një shfaqje e frikshme e fuqisë njerëzore. Dhe, normalisht, me këtë mundësia për të rimodelizuar botën, ku përparimi dhe shkatrimi ecim bashkë me njëra tjetrën. Pse mua më pëlqeu ky dokumentar, që u mendova ta përshkruaja sa më thjesht? Sepse mënyra se si njerëzit kanë reaguar dhe i kanë përdorur balenat është mënyra se si njerëzit përdorin çdo lloj resursi tjetër, bile edhe njëri tjetrin. Në momentin kur çdo gjë është pa kontrolluar dhe e lirë, jo në kuptimin e mirë të fjalës i lirë, gjendet mënyra nga më efikaset për të arritur një farë lloj pasurimi sa më të shpejt dhe sa më të madh. Por edhe pse ky qëllim pjesërisht mund të arritet, si përsëri me çdo lloj gjëje tjetër, në të vërtetë përfitimi mbetet gjithmonë i akumuluar tek një rreth i vogël i ngushtë, pa të cilin mbase shumë ekspedita nuk do ekzistonin, por çfarë është e sigurt, një pjesë e mirë e atyre që janë futur asaj pune për të fituar bukën e gojës apo për të ndryshuar jetën e tyre, nuk do e kishin bërë atë punë aq gjatë sa ata e kanë bërë. Dhe mbasi kjo tingëllon disi socialiste, por në fakt jo, është thjesht njerëzore. Le të shërbejë historia e balenave si një piknisje e re, e ripërsëritur për ne, për të rimenduar edhe një herë sistemet në të cilat ne jemi pjesë dhe se çfarë në të vërtetë duam ta arrijmë afatgjatë për brezat që vijnë, por dhe për planetin në gjithësi. Ju falenderoj që dëgjoni këtë podcast. Si gjithmonë, lini një pëlqim, lini mendimet tuaja në komente dhe shpërndajeni podcastin me miqtë tuaj. Deri herën tjetër, bashkë miru dëgjofshim. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, Po.